kryeministri. Qysh o trem? Edhe I ka thonë, të më prishe me të vendosje, ti kisha thonë do fjallë tjera, masë më ke prit në kryeministri, po intimidona, po tutna, edhe dyqysh po mdohet vetja në zonë. Jo me veç që ngushtu është pa, zyja shtetit verim. Tu hi aty kanë ngushtu një 2-3 garda, boksa ona shvetonin, lëme kanë bo. Ba në me Albinin, ciu mos banë kudelsh. Mos ka po me shku me opozitën, a përshet që hyqimet këtu në qeveri. Prandaj... Pse si takojnë zyret e vendosit që më? Po që... A do t'ishte ma mirë? Po, vlezrit nga Republika e Shqipërisë tojnë, po që rëndësi ka vlo. Ka rëndësi për Kjo është mu kopë, s'kish kam I po, I ka taku këzyre, I ka taku atyre. Sa është me rëndësi për Anvera, për ajo kryeministrën betyr, I ka pos krejt qeveri. Vetëm pak polemik, ta levet polemikën. Vetëm të sqarojmë një gjë. Kjo është institucioni shtetit, zyret kryeministrisë, një mas pari kur him me shumë respekt, blerim se minzi, këta njerës që kanë luftu në 99-ën, që nështë ne dy jemi kontri, për të tërkush ka luftu me I pas që institucione, nuk jënë parti politike. Aty vjen Albini, vjen Thaqi, vjen Ramushi, vjen këtë tjetri, edhe ndrohën këta. Pa ato institucione jesin, duhet me pas respekt edhe ndaj policis, edhe ndaj institucionit të zyrës kryeministrit, edhe ndaj ushtris, edhe ndaj gjithve. Se të I bje mos respekt zona Pranver? Po I bjen bre kushtrim mos respekt, se mos e respekto këto, mos e respekto ato, na jem ma të rëndësishëm, na I kem numrat, mos shkojmë me këtë arogancën e numrave. Për arsye se e pam që ka pruni aroganca e numrave, një ramje prej 10%. Kështu që ma mirë është që më pjek politikisht, pa dasht, as me I ofendu, as me I thy, po në mënyrë, unë menoj që I bën mirë, mi pas që ata këshilltar që e rrethojnë zotin Kurti, pakës bre me këshillu ma mirë, për arsye se po I ka shumë dëpt. Krejt ata që I ka, unë nuk po thëmë, do shta dhe nuk I ndëgjon, se unë shpesh kam dëgju, shumë të mirë I ka, janë shkollue, janë të shkollume, janë shkollu jashtë, janë shkollu në Evropë, në Amerikë, po nuk po shohim bre rezultat. Nuk po shojmë. Do me thonë, kër po do të me këshillu diçka zotin Kurti, se zotin Kurti, një maspari nuk I bin gjitha fajet ati. Po dhe njerëzve cilë t'i ka në kabinet. Po, gash? Jam pa fjallë. Pse? Po, adin, I'm speechless. Jo, për që më mujtë një argument, po s'po di qysh më kap këto. Adin, unë e konsideroj personalisht... Kalon pa fjallë, zona Pranver? Po, më ka bloku krejt. Zona Pranver? Si po ndije që e kelon pa fjallë? Hatashme, unë prap po thamë. Ka të drejta bëjnë një gjë të tillë, ka të drejta menoj Pranvera, kolegë janë nderuar këtu, po s'konsideroj që kjo është. Hajta bëjmë arbitër, ja ta bëjmë zotëri që ka marrë pjesë takim. Po natyrisht. Po ne ta pi pakuj se I shtut shumë sot, që ka prit qeveri. Veç që ka prit qeveri, ky ka vendos tash me ime Albini. Pije pak ujë miros. Po personalisht ka shumë nuk po. A është kesh përdorim zyra kryeministrit në këto moment? Po do më u bë ma katolik se papa. Domethënë, po duhet thoni gjatë që Kosova ka diçka ma shumë të rëndësishme për momente se sa ashtu studetoje të vogla. Jemi në një pozicion në një situatë ku vërtet dën urgjencë ndërtimi institucioneve. Me urgjencë, edhe këto 2 muaj të humbna janë humbje. Edhe si shtet, po edhe ne që jetojmë dhe kemi përfaqësim, edhe ata që presin prej neve, domethënë është humbje e kuës. Ajo që ku është mbajt, sigurisht nëse s'ka pas bazë ligjore, janë ata që duhet me interpretu edhe me thonë menimin e tyne. Kush janë ata, zoti Berisha? Kurort be, qënja 5... Po ju jeni në politikën e Kosovë, ju do një me ngritë zonin. Ne për ne ka